Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Imani është dhunti ekskluzive që Allahu ja jep robit tij. Do thotë nuk ka mundësi dikush ta përfitojë shkaku i pozitës apo shkaku i pushtetit, shkaku i pasurisë, shkaku i mendjeprecisë, mençurisë, logjikës që e posedon ai njeri. Nëse dikush mendon që shkaku që ka pozitë, ka pushtet, është më meritor për imanin se dikush tjetër, ose shkaku që ka mençuri dhe ka dituri, është më meritor për imanin se dikush tjetër, gabon. Për shkak se realiteti e dëshmon të kundërtën. Ne gjithë jemi dëshmitar që shumë popull që kanë zhvillim më shumë se popujt e tjerë nuk kanë iman. Janë jo besimtar, dhe Allah Zogjeli ka bërë që të mbeten ashtu. Dhe ka shumë individ që janë të mençur, megjithatë i shef që janë të devijuar. Ibn Taymija, kur fol për aspektin e Mu'tazileve, një sekt ose një grup i devijuar, thoshte që ata janë njerëzit më të mençur, dhe kanë mençuri, dhe kanë mendjepreci, megjithatë janë devijum. Thoshte Ibn Taymija rahimullah, thoshte për Mu'tazilet që Allah Zogjeli ju ka dhënë atyre mençuri, po nuk ju ka dhënë atyre dalirësi morale. Ju ka dhënë atyre dije, po nuk kanë kuptim. Ju ka dhënë atyre zemër dhe ju ka dhënë dëgjim dhe ju ka dhënë shikim, megjithatë ato nuk ju bën dobi për asgjë.